vit, në fakt që sapo ka nisur, sigurisht që ka shumë sfida përsa i takon sistemit të drejtësisë. Ndaj unë do të vijoj të jem edhe për pak minuta me kolegun Kume, por gjithashtu edhe me avokatin Çaça. Marglin ta nis me ty sepse dua të rikthej dhe ta shfrytëzoj këtë komunikim me avokatin që sos pas ka gjyqje dhe e kapëm, e zum, e kemi në transmetim, së është e pa mundur. Në fakt, unë gëzoj kur keni punë dhe jeni në angazhime, po sigurisht nuk harroj pastaj që çështjet nxehta, atyre figurave që si ja kam drejtuar pyetjet, i shfrytëzoj deri në momentin e fundit, që kam mirë kuptim. Marglin, do të rikthejmë çështjen e Akshit, edhe për shkak se kemi avokatin, por edhe besoj, sepse e kemi trajtuar gjatë vitit që lan pas, si një nga dosjet më të bujshme. Dhe unë dalem edhe tek antarët e Kovos, janë pra pikërisht ato sistemet të cilat në fund ditës ndoshta nuk kanë të bëjnë drejt për së drejti me grupin e strukturuar kriminal, ato që ishin Truri, Ergysa Gasi, Kërçanaj, por janë ata që në fund ditës përgatisin ato dokumentat dhe janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Dhe nga dëshmit që ato kanë thënë, sepse janë marrë në pyetje, kanë thënë që nuk jam jurist, nuk e dija se çfarë kanë firmosur, dokumentat më erdhën gati. Mirë, po duke sikur merremi me dy emra që na i kujtoi Berisha sot, por sigurisht janë dhe këto strukturat e cilat janë të rëndësishme. Shiko, nuk janë aq qelibar se sa e bëjnë vetën, sa deklarojnë. Në kuadër të mbrojtjes. Nuk janë aq të rastësishëm aty ku janë, sepse po të shikojmë në backgroundin e tyre, në të shkuarën e tyre, dalin që prej viteve, po them, 2010-2011 kanë një lloj bashkëpunimi me njëri tjetrën, sepse për shembull Suela Ago dhe Ariola Koromani që përmendën te Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, te KVO-t e famshme. Po, se unë i thash KVO direkte. Janë për shembull Suela Ago ka që te shoqëria Kristal SHPK që nga dhjetori 2011 deri në qershor 2012, ku ka qenë në të njëjtën kohë me personin tjetër Ariola Koromani. Më pas kanë vazhduar te 5000 te kompania 5000 Pikal SHPK që e ka krijuar, sa kam kuptuar, po është pikërisht që e ka krijuar Ermal Beqiri. Ermal Beqiri në dosjen e përmendur nga Akshi, një nga personazhet kryesor, po themi që bashkë me Ergysa Gasin, po themi po i cilësoj kështu ishin truri këtyre punëve të palishme, dhe më pas te INGWP SHPK, që po ashtu edhe janë sërish që nga 2019 dhe po them ka vazhduar nga janari deri në qershor të 2019-s, që të dyja bashkë pra Suela bashkë me Ariola Koromanin, dy antarë të KVO-ve, që kanë qenë bashkëpunimi që nga 2011 dhe deri nga 2017 deri më sot që janë tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, që është Akshi i famshëm. Pra, këto kanë pasur një lloj edhe në bashkëpunime të mëhershme, në krijimin e kompanive vetë nga këto personazhe dhe duke mbajtur njëra tjetrën si persona të besuar me njëri tjetrin, dhe kanë vijuar më pas te Akshi, kanë qenë jo rastësisht aty, për shkak të bashkëpunimeve të mëhershme, se kanë pas me punë, kanë qenë në poste sekretar, që janë marrë pikërisht me këto çështje, me këto detyra, dhe kanë pasur besimin e njëri tjetrit dhe nuk janë krejtësisht të pa informuara apo thjesht merrnin në letrat. Rastësisht, janë skema. Ka qenë ekip deri diku i krijuar që në 2011 për këto. Ermal Beqiri, Suela Ago, mos ngatron mbi emra, dhe Ariola Koromani, që janë dy personet të KVO-t. Dhe me Ermal Beqirin, që ishte biznesmeni që kishte interesin e të merrte pjesë në tendera të Akshit dhe fiton të tendera në Aksh pa fund, duke qenë një nga të preferuarit e tij, të Akshit kanë bërë të gjitha skemat për cilën Prokuroria e Posaçme na dokumentoi në fund të vitit që lan pas dhe që ishte një nga dosjet më të rënda. Ndërkohë, avokat Margleni soli disa nga detajet, ne në fakt gjatë vitit që lan pas e kemi parë në çdo aspekt sa i takon asaj se çfarë kishte kjo dosje në vetvete.
Tani, sa me faj ose pa faj janë antarët e KOV-s? Çfarë thot ligji për ta, pra, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, janë ata që, siç e kanë ndjekët nga dosja, kanë dhënë dëshmitë e tyre, unë po i përmend se janë disa dëshmi, thonë që ne nuk e dinim, erdhën të gatshme, si jam juriste, dikush. Jo që nuk janë, sepse tha Marikleni që nuk janë qelibar, jo që nuk janë qelibar, po janë sterizi. Dhe po ja them unë. Rasti konkret të KBO-ja është një njësi prokurimi që është elementi final, pra Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, që do të thotë ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme për sa i përket mënyrës procedurale të përfundimit të procesit deri në nxjerrjen e fituesit. Dhe më pas kryetari i endit të prokurues ose autoriteti kontraktor miraton, më pas nxjerret fituesi. Pra edhe bëhet shpallje e tij. Kështu që nuk mund të thuash që unë nuk e di, nuk jam etj, sepse duhet kemi parasysh që në këtë komision fatikisht do të jesh ose jurist ose ekonomist, pra janë përcaktuar nga ligji për prokurimin publik në mënyrë se ç'është. Ose ti jep dorëheqje dhe nuk mund të kesh, madje duhet keni parasysh një gjë. Antarët e komisionit janë tërësisht të pavarur në kuptimin e aktivitetit tyre për vlerësimin e ofertave. Çfarë do të thotë? Kanë një kod të posaçëm, të cilët do duhet hyjnë vetëm ata. Madje në mënyrë individuale, pra nuk bëhet në mënyrë kolektive. Dhe përgjigjen do duhet ta japin në sistem. Pra nuk ka lidhje fare, nuk është se ngjihen më pas. Pra çdo njëri nga ata do duhet të japë vlerësimet në lidhje me ofertat që janë në rastin konkret. Po këtu problemi ka filluar qysh më parë, qysh tek Komisioni i përgatitjes së dokumentacionit, pra ato që quhen dokumente standarde, mënyra se si janë përgatitur edhe për të nxjerrë fituesin. Po marr vetëm disa detaje të vogla indicje se çfarë ka ndodhur pikërisht. Problemi i aksit është pak më i gjerë. Se të këtë. Këtu po flasim për disa tendera që ka bërë vetë akshi në kuptim të modernizimit ose po themi të investime që janë bërë në sistemin po themi të aksit, janë investime që ka bërë vetë akshi. Pra po flasim për këto tendera. Kur në fakt akshi ka një punë shumë herë më të madhe, pra ka një aktivitet shumë herë më të madh. Dhe tu fillon problematika, nëse do ishim vetëm këtu, për mendimin tim absolutisht i kemi shkelje gjithçka të tjera, por besoj që do ishte keqe më e vogël. Këtu kemi një gjë shumë herë më të madhe. Nga indicjet, çfarë na del që jo vetëm për sa i përket tenderave që ka bërë vetë akshi, por dhe tenderave gjithçka, po themi në tenderat e tjera shumë të rëndësishëm që ka bërë Komisioni i Përfundimit Publik, pra që është enti i cili monitoron, ka ndodhur që të ketë pasur ndërhyrje nga akshi për sa i përket vlerësimit të disa ofertave, mënyra se si do duhet të mbyllet sistemi në momentet e caktuara që të hyjë një ofertë dhe mos kishte mundësi tjetri për dhënë ofertën, pra ndërhyrje në sistemin po themi të tenderimeve, i cila është një gjë shumë e rëndë. Pra ne presupozojmë dhe jo më kot kryeministri thotë që do të jemi krenar pra për këtë sistem, sepse ky është sistemi që do duhet na mbrojë, do duhet na monitorojë pikërisht nga ndërhyrjet e jashtme. Dhe kur këtë bën vetë ai që punon, po themi ata që e kanë në dorë këtë sistem, sistemi ka rënë, pra sistemi është i vjedhur, sistemi është i blerë, pra e ka përfunduar këtu. Dhe prandaj besoj që ka filluar gjithë kjo lloj situate, ose po themi ky escalation tashmë, edhe nga Spaku, sepse me rastin e Zoës Balluku, Spaku hapi derën dhe hyri në paradhomën e kryeministrisë. Në rastin e akshit është ulur kom kryq. Pra nuk është një institucion kaq për mendimin tim periferik. Akshi është një institucion shumë i rëndësishëm për mendimin tim për sa i përket ruajtjeve të sekretit, për sa i përket pra është vetë shteti brenda tek akshi. Nuk është kaq i lehtë. Dhe unë besoj që jemi vetëm thjesht është hapur kutia e Pandorës në rastin e akshit, do shikojmë xhevahire pafund në ditën vazhdim, sepse realisht nuk do të mbaroj këtu dhe nuk do të përfundoj këtu. Nuk po merrem me persona të veçantë as me anëtarët e KBO-s. Pastaj nëse janë apo nuk janë, ata thjesht kanë qenë përdorur, ato thjesht mund të japin shumë më tepër detaje, të thonë se kush i urdhëroi, kush i bëri etj dhe besoj që çështja do të jetë në zbulimin e së vërtetës, pra mund të japin një ndihmës reale për sa i përket kësaj situate. Por çështja e akshit është një çështje shumë e rëndësishme që do duhet që SPAK të shkojë deri në fund, sepse nuk mundet dot shqiptarët që kanë investuar për një sistem mbrojtës të jenë të po themi të trajtuar pikërisht nga ata që kanë për detyrë që të na mbrojnë, dhe jo të na shesë, dhe jo të blehen. Tani, na është bashkuar edhe kolegu Pano Soko. Pano, faleminderit, mirë se erdhe.
Mbarë e gëzuar për ju dhe për gjithë teleshikuesit. Faleminderit edhe si që mbyllëm së bashku, që e thënë që ta hapim së bashku. Ka disa detaje që në fakt i sollim Marigleni, i sollëm dhe ne, besoj të ti ke studiuar, ke parë këto ditë pushimi. Po, ju dëgjova, po. Dhe dosjen, rastësi kjo e çështjes antarëve të KVO-s, sepse sipas disa të dhënave që ne kemi nxjerr, duket që si Suela Ago dhe zonja tjetër kanë punuar te Kristal së bashku në të njëjtën kohë zonja tjetër, pra në mos gaboj Koromani. Po, është aksionere një prej kompanive, ka qenë, pra është aksionere Soft Solution. Po. Çfarë po ndodh me KVO-n dhe çfarë na thonë, ndoshta qoftë edhe emrat, sepse tani ajo dosje është voluminoze dhe këtë KVO se kur e kaluam pak si më. Shiko, si funksionon një plan grabitje? Një plan grabitje në këto përmasa nuk mund të bëhet vetëm. Natyrisht ka një mastermind, që duket që në këtë rast ka qenë Ermal Beqiri, i cili duket se e ka kultivuar gjithë këtë plan të mirë menduar prej vitesh, tashmë. Qa do një plan grabitje? Do atë që ka mendje dhe ata që e ekzekutojnë. Tani, ata që e ekzekutojnë do duhet jenë ushtar të besuar. Pra të duhet një ushtri e jotja, e vogël. Pra të duhet njerëz të cilët marrin plumbin në kuptimin alegorik për ty. Vriten për ty. Më kupton? Të cilët natyrisht do të marrin ata pagesën e tyre. Kur të vijë momenti për të gëzuar përfitimet, por që ty të duhen të bindur, të besuar, të duhen të kultivuar. Çfarë ka bërë Ermal Beqiri, po e dëgjoja edhe diskutimin që u bë këtu, edhe Mariglenin që e përmendi që Ermali i ka kultivuar këta, pra këtë Suelën, Ariola. Pra këta janë ushtria e Ermalit. Të cilët natyrisht në dosje dalin për një KVO apo dy KVO, po në fakt e gjithë jeta administrative e tyre ka qenë në shërbim të Ermalit. Mos merr vetëm rastin e kësaj. Po si e vërteton? Ti merr për shembull rastet kur janë asgjësuar konkurrentët për shembull. Këta kanë qenë aty te pozicionet të tilla me qëllim për të asgjësuar dhe konkurrentët. Kush është shkuar ai Suela Ago? Si e lidhim ne me? Domethënë këta kanë punuar më gjithkohën, po ti shikosh tek këto dhëna që ke për këta, janë njerëz që kanë punuar te kompanitë e Ermal Beqirit, që në 2011-ën. Më kupton? I ka marrë, i ka futur, i ka marrë nga një kompani, nga Kristali, ku diun, ka vajtë tek 5 minuta. Kujton se ka edhe këto emrat interesant këto kompani. 5 minuta, Soft Solution dhe INGT-ja kanë qenë kompani të krijuar, të lidhura ngushtë me Suela dhe Ermal Beqiri, që është, po themi, truri i skemës. Të gjitha këto kanë qenë laboratori ku është kompozuar gjithë ushtria. Pra këtu janë inkubatorët ku dalin ushtarët, të cilët më pas pastaj janë çuar në aksh dhe kanë vepruar për interesin e Ermalit, kjo Suela Ago, në rolin, jo vetëm thjesht roli KVO-ve, por nga ato që qarkullojnë, nga të dhënat që qarkullojnë, edhe në momente të tjera, kur është dashur për shembull është dashur për të vrarë në thonjza konkurrentën, për të përshtatur më pas termat e tjerë. Pra, jo vetëm kaq, duke pasur njerëz të besuar brenda Akshi, që është, po themi, qeverisja digjitale, ku zhvillon gjitha tendrat, këto kanë edhe informacionin, që në momentin që bën dokumentet standarde apo planifikohet për një tender, këto japin direkt informacionin te biznesmeni në fjalë. Dhe ky biznesmen përgatitet me masat për krijuar gjitha kushtet teknike që do përcaktojnë dokumentet standarde të tenderit, që ky tjetë pastaj të futet në gardë dhe tjetë me një avantazh, po them, të dyfish, sepse i ka plotësuar gjitha këto të dhëna dhe kritere, ndërkohë që bizneset e tjera të cilët janë të ndeshëm dhe futen në gardë, duhet kohë që të kenë të gjenë, po themi, mbase një ortak me që kërkon eksperiencën e caktuar, të ketë punonjësit e caktuar, pra është edhe informacioni shumë i rëndësishëm që i shitet aty dhe krijon një konkurrencë të pabarabartë. Dhe kjo është, pra, mënyra se si ndërtohen skemat të tilla, të mirë menduara dhe në kohë shtrirje të gjatë, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme, kërkojnë që të kesh njerëz të investuar aty brenda.
Kjo janë investimi i Ermal Beqirit. Ka njerëz janë investimi i Ermal Beqirit, i cili më pas i ka përdorur në të gjithë spektrin e mundshëm të përdorimit administrativ të tyre. I referohesh në një historiku se ku ato kanë punuar... Ku kanë punuar, si kanë ardhur këtu ku janë, më kupton, sepse, kanë punuar përpara, nuk na ka prish punë. Punë prish kur vjen të akshi. Të kuptosh. Pastaj kjo bëhet si pjesë e backgroundit dhe të historikut që analizohet. Pastaj ti, për të kuptuar lidhje, se ti lexon 200 faqe material dhe duhet të kuptosh edhe lidhjet se si funksionon, domethënë si ka funksionuar skema etj, çfarë ka pasur, se kjo është interesante të gjithë historia e akshit. Duke qenë se ka ardhur si në arkitekturë, skema e akshit është më e komplikuara. Dhe më e investuara, dhe më e mirëmenduara, dhe më e kultivuara si skemë në arkitekturë. Më kupton, ndryshe nga rastet e tjera, ku kanë qenë më tepër formacione sporadike të krijuar në atë moment. Më kupton? Këtu kemi pasur investim që paraprak që në 2011, Pra ka pasur një ide, ka pasur një kombinim, ka pasur një hapësirë, horizont përpara, për të parë që shikon ne do na vim, do bëjmë të gjëra, tani për të bërë të gjëra pas 3, 4, 5 vjetësh, na duhet sot të bëjmë të gjëra, pra të marrim të rekrutojmë njerëz dhe të fusim. Edhe i qartë, nuk të merr njëri përsipër mbi supet, shkelin ligjin, po nuk pati përfitim. Pra nuk kanë qenë kaq të paditur. Që nuk kemi as të përdorur, as nuk janë të përdorur, dhe as nuk janë disa raste ndryshme. Për shembull, se un kam pa, domethënë kemi vënë gjatë atyre dosjeve që kanë dalë të gjitha. Kemi lexuar ato dëshmitë që kanë dhënë. Pra ka pasur raste ku njerëz të ndryshëm janë përdorur, friksuar, kërcënuar, shantazhuar etj janë përdorur. Dhe janë të tjera rastet ku njerëzit janë pjesë e skemës. Dhe këto janë pjesë e skemës, to që përmendën këtu. Pra Koromani me Ago, etj. Këto janë pjesë e skemës. Janë të tjera rastet kur janë përdorur njerëzit. Avokat, se këtë duam të ndajmë, pra, se kemi jo paragjykuar, po kemi ngritur pikpyetje, po si është e mundur që ti që ke jurist dhe firmos për çështje të cilat janë miliona euro. Ti rastis nuk e ke lexuar atë se çfarë ti ke përpara dhe jep firmën, ndryshon fatin e kompanive. Po sigurisht janë shkelje. Dhe këto janë shkelje të cilat nuk të shpëton kjo, mos e ço shumë gjatë, nuk të shpëton kjo. Nuk të shpëton duke thënë që nuk e dija, mballam përpara e firmosa në atë pjesën e ignorancën time kisha këto jo. Përpara ligjit ti do të përballesh ditë apo ditë ke firmën apo jo? Po ke marrë përsipër një pozicion caktuar dhe sidomos je në një pozicion procedural shumë të rëndësishëm sepse ti do vlerësosh ofertën dhe nuk vlerësh fituesin. Ti nuk mundesh dot, pra nuk të shpëton një gjë e tillë që unë nuk e dija, më kanë detyruar etj. Megjithatë të shikojmë gjatë hetimeve minimalisht a do jenë apo do jenë penduar, që ti thon, "Ore kush e urdhëroi nëse jemi kështu?" Kush i kërcënoi, pra kush i detyroi këta njerëz që të firmosin edhe pse ishin në kundërshtim me ligjin. Unë nuk e mendoj këtë, unë kam tjetër mendim me Panon që në rastin konkret janë bashkëpunëtor, pra këta janë pjesë e kësaj skeme. Të dy kolegët sollën fakte, që si ka qenë katapultimi dhe skema e ardhjes në këto pozicione. Ajo që është më e rëndë se sa kjo është sistemi. Akoma tu tek ne flitet nuk është, kjo mund të jetë diçka momentale, absolutisht në dëm ekonomik i madh, çfarë të doni ju. Problemi që kam unë, personalisht në shikoj që është problemi sistemit. Sistemi nuk është i mbrojtur pra. Sistemi nuk është i sigurt. Kemi krijuar një sistem që mund të fusim durët. Kemi krijuar një sistem që ne mund të bëjmë gjithçka. Ky është problemi më i madh. Dhe kur kemi bërë të fusim duart tek tendrat, mund të bëjmë gjithçka. Akshi është një institucion i rëndësisë së veçantë, qoftë edhe në kuptimin e sigurisë kombëtare. Pra nuk është akshi një sistem, po themi kaq periferik sa që bëjmë. Dhe duke u marrë thjesht me shifra dhe vetëm thjesht me këtë pjesë të nderimit harrojmë që këtu mund të ndodhur gjëra të tjera shumë herë më të rënda. Dhe ky është problemi më i madh. Pra, qasja që është pasur është për të ndërtuar një sistem që në një moment caktuar mund të ndërhysh dhe mund të bësh gjithçka, mund të shkatërrosh gjithçka, nuk e di, mund të manipulosh, mund të bësh çfarë ti mendon në kuptim të interesave të caktuara të një personi apo të një grupi personash. Dhe ky është një problem i madh. Përveç faktit që ka një dëm ekonomik në kuptimin e shkeljes barazisë tendrave apo elementeve të tjera fatikisht të cilat për mendimin tim janë periferik. Akshi tashmë është totalisht i pasigurt. Akshi është institucion, më vjen keq fatikisht për drejtuesit, se ka një mbiemër shumë të rëndësishëm në rastin konkret, por këtu jemi përpara një situate që edhe nëse ajo vetë në kuptimin e veprimeve aktive nuk ka qenë pjesë, absolutisht do duhet që të jap shpjegime
se çfarë ka ndodhur pikërisht me këtë institucion dhe me përgjegjësinë që ajo ka si drejtuese e këtij institucioni kaq të rëndësishëm. Nuk mund të kalohet kaq lehtë, për mendimin tim. Dhe po të kemi parasysh më pas se çfarë pushteti paralel kishin krijuar këta njerëz, do thotë që realisht këtu mund të ketë ndodhur gjithçka. Kishin një pushtet të jashtëzakonshëm në të gjitha hallkat e këtij shteti, jo vetëm pushtetit, po të shtetit, sepse është një dallim shumë i madh. Kështu që unë mendoj dhe gjykoj që të paktën s'pak do duhet i shkoj deri në fund, dhe thash edhe që është duhet herës, pikërisht faktit se çfarë ka ndodhur me këtë sistem. A është me akshi i sistem i sigurt, po apo jo? Avokat, shqetëson fakti që këto sisteme, për shembull hipotekat, i Albania, nuk kanë punuar gjatë ditëve, qytetarët nuk kanë marrë shërbim, qoftë aty ku ti do duhet që të aplikosh për një pasaport, që duhet ta bësh nëpërmjet i Albanias, qoftë edhe çështja e noterëve, të cilët ankohen se nuk ka akses tek kadastra, tek hipoteka. Disa shkojnë edhe më tej kur thonë që po fshihen dhëna. Unë nuk di ta vërtetoj dhe nuk mund ta lidh apo të kem background-it kuptoj se çfarë po bëjnë. Ama si qytetare dhe si konsumatore e këtyre lajmeve, këtu çuditëra nuk ka, këtu s'ka limit, mund ta mendojmë edhe kështu, se përderisa tek zyrat e Ergysa Gasit bëheshin, gjyqëzoheshin gjithë struktura, s'ka më tani limite çfarë ne mund të imagjinojmë, mund ta themi edhe pa frikë që po këta tani po hyjnë, po na i masakrojnë, po na i bivendosin. Kemi një fakt të cilin arrin ta shikojmë. Avokat, ndjes një ndërhyrje. Kemi një fakt që arrin ta shikojmë. Pra, ndërkohë që ishte vendosur në ruajtje vera që për llogaritë e miliona euro, u zhduk nuk e dim ende deri tani. Këtë e pa me syne se është diçka fizike arrim ta shikojmë. Imagjinoti çfarë bëhet me këto shërbimet digjitale që ne nuk arrim të shohim dot, dhe kush i ka kontrollet e këtyre, kush i ka fituar tenderat e hostimit të akshit, kush i ka të sistemeve që menaxhojnë dosjet. Ka pasur denoncime nga opozita që është ndërhyte akshi, është ndërhyte dosjet e prokurorisë. Po, avokat që ta mbyll me ty? Po, që ta mbyllë sepse më kujtoi dhe Marikleni aty problemin e verë. Ngacmon dhe ty verë. Po pra, se jo, ndoshta absolutisht mund të ketë pasur këto lloj problematikash që ka pasur sistemi këtë ditë, mund të kenë qenë edhe të natyrave objektive. Mund të ketë lidhje fare, po them. Por ama dyshime ekziston, pra dyshime duke qenë se shikojmë çfarë ndodh pikërisht në këtë lloj sistemi, dyshime është edhe sepse mund të ketë veprimtari të caktuara që në momentin e caktuar nuk do duhet të punojnë etj. Kurse kjo pjesa e verave është interesante sepse edhe pse u evidentuan, edhe pse u bë një proces verbal fatikisht sekvestrimi, ju la fatikisht në ruajtje po atij ose atyre personave të cilët po themi ishin të padikshëm. Dhe populli në këtë rast i thotë që ju varën mëlçit në qafë pra ujkut ose qenit, po si doni, jemi po aty. Dhe çfarë bën normalisht ata? Bën punën e tyre, i morën dhe tashmë jemi pavarësisht se është vepër tjetër penale, por nuk ka lidhje kjo. 1.5 milioner apo nuk e di sa ishin, është e pakonceptuar se si mund të vjeshin aty kur mund të merreshin, të magazinoheshin dhe të kishin magazin doganor i me njëhershëm. Pra, Ergysa Gasi e themi ndryshe gjuinzoi edhe një herë shtetin, disa struktura të shtetit edhe në Arrati. Në Arrati. Nga Arratia i gjuinzoi pra edhe një herë disa struktura, se s'po them gjithë shtetin. Avokat, faleminderit që mu bashkove sot në këtë komunikim, kënaqësi si gjithmonë komunikim me ju punë të parë. Kënaqësi dhe i vitin mbar. Faleminderit. Pano, keni merak në gjë për shtuar? Jo. Na u bashkove pak vonë, po? Jo. Ne filluam punë, do të jesh këtu rregullisht. Gjithë problemi i akshit në vetvete është edhe... Shikoj që ke për shtuar? Jo, fakti se kjo është ajo që më ngacmon. Te akshi, pavarësisht se të kam thënë përpara, vlera shumë e madhe, nuk e diskutoj që vlera shumë. Por? Është profili ndërhyrjeve dhe profili pushtetit që zotron akshin mbi segmentet të ndryshme të jetës publike, të cilat më shqetësojnë. Për shembull edhe për këtë punë e tenderit hipotekave, për shembull. Ne ke parasysh, e kanë hequr Ermal Beqirin, drejtorin e IT-s së hipotekës, e kanë hequr Sabo, ai ka dhënë dorëheqjen, por nuk e di, domethënë. Çka ka ndodhur, çka ka bërë aty? Domethënë, bravo. Pra Sabo u përfolën tenderat e hipotekës etj. Direkt jep dorëheqje. Pra, ne, Ermal Beqiri na del ku janë sektorët... Shiko tani, kush është problemi i këtyre segmenteve? Te hipotekat, ne sapo kemi dalë nga një skandal i madh, me tokat e Durrësit, me atë Rumin, me Rumin. Tek akshi, ti ke gjithë
tendra që bën policia e shtetit, pjesën e IT-së së policisë së shtetit, drejtorisë burqeve, tatimeve, gjithave. Pra Akshi është i futur kudo, dhe më tepër se sa parat të Akshi, mua më tremb aksesi që grupet caktuara kam pasur nëpërmjet qitjes së të dhënave që janë bërë pikërisht nga këta persona. E thoshte vetë, pano, Ermal Beqiri të dosja e Spagot, që i thoshte, leri milionat e eurove që kemi marrë me tendrat, pasuria jonë është informacioni që kemi. Të dhënat. Të dhënat ishte. Të dhënat. Pra, pse? Sepse ai shikon mërzit e kamerën. Aldo Vumshi. Se po pret për një komunikim, po. Pra, ai shikon, ai ka të dhënat ku kalon, kush kalon, kush del nga burgu, kush do transferohet, ku është filani, ku ka kaluar për të fundit makina e filanit. Pra, ai ka informacion për çdo gjë. Që për cilat bota e krimit? Bota e krimit tu, Paguar. do me thënë, që doktor lekte e tenderave, këto janë kokë. Sa paguhet për këtë informacion, më kupton? Dhe kjo është e bën specifike rastin e Akshit. Faleminderit Pano, faleminderit Mariklen.